Shumë interesante që unë kam hy veç me fitu, jo me marrë pare. A mendon që ai tjetër gjë bën dhe tjetër gjë Po, thot? tjetër gjë, do me kon fan si Kim Kardashian e me shopijen mbrana nuk lidhen kërka. Jo, lidhen shumë se Kim Kardashian nuk e ka profesion OnlyFans-in zemra. E ka profesion para se... Ashtu me nënte, unë e spedisha. Sextape-it të saj. Mirë, po s'është ideja këtu të Kimi ose të ajo. Po, pajtona edhe me Miftarin, pajtona edhe me Eden. Ka senet të caktume të cilat pajton. Nëse na e marim si loj, Ludo është lojtar. Pik, nëse na e marim si karakteret në jetën e reale që du të me konë mrana një reality, Ludo nuk është i til. Pra, Ludo është ai që ka hi mrana, pe bon lojan, lam të mirë. Kush e pëlqen, e pëlqen, kush e Florian, pëlqen, që ta bëj një pyetjon e ty, se këtyne shqiptarëve kur dën ju bjen tamon e kur dën si bjen tamon. Kur vitin e kalum del një person publikisht thët unë as nuk pi alkohol, as nuk dal me qikas, bla 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 bla, po pikri edhe ju ofendon femrat të jashtë që del në diskotek, kur del jashtë bigut, se qashtu i ka morë votat e publikut, kur del jashtë bigut, ju rrën të banesa për funit qikav. Dhe fitoj bigun, për drilonin. Për drilonin e ka fjallë, ma shumë. Amo, Ludo ka thonë që Ludo nuk e kam shef që ka pas bashkëpunime edhe që ka dojnë me... Ato në nuk duoni, nuk i kom qef të gjana. Po pse Ludo do të me folë për Kimin në Bekt Kosovës? Se Ludo do të me folë për Kimin në Bekt Kosovës? është tufton për mentalitet. Edhe Ludo e ka pranu. Që është fake. është fake nominimet e tinaj. Ludo e ka pranu. Se ka pranu Bia Khalifën. Që i të ty... Falë, Bia Khalifa u konë Big Brother Pse Big Brother nuk u konë për që ato momente Nuk u konë, po one po të kalzoj që prej qasoj që e kena po në rrjetet sociale prej Ludës, edhe kena po se qka ka full mrena në Bek. Po, janë dy botat të kondërta. Edhe qka pasaj, po është kjo që po të thonë që gjysore të ta Po neve jemi që do me thonë është fake në lojnë e ti. Falë, o e ka vonë mendimin për bijen, unë jem ka pikrisht qito që kom thonë kush është aj me i tregu qëfar jetë me bo. Po, profesioni që ti zgjedh me jetu jashtë bigut, nuk i nevoj me prum Bek, se bigu nuk është atë Kush ja ka pru profesionin Bia Khalifës më ranë në Bek? Kush ja ka pru panort? Jo, vetë ka bo. E ti e kon qa e që ke thonë që Ludo e komentaritin shumë kesh, apo? Po, unë e përsen që Oke, vishti të gjë me ranë, se nuk po të gjoj me asë gjë. Kim Kardashian, Gjenita për punga e pastaj dajte. Ej, unë e për thamë që asune nuk e paragjykoj bijen ose asë një femën cilën jetë do me jetu jashtë, se ti i bën pasore. Si benefitet e mira si të këshja. Aje ka kritiku për loje që ka më mbrem. Jo, por OnlyFans-in e ka kritiku. OnlyFans-in sa ju ka njashtë nuk u ka mbrana në Bek. Se në këtë moment pas ka të drejt Ludo me lujt, pra me punën e tina, do me thonë të vetë minsen me shfaq në Bek punën e tina dhe që kam rri me punën e tina, ndërsa Bia nuk pas ka të drejt, po dash ka më krytëzu për që... Edhe të ke fundit është gjithje individuale. Edhe Bia ka punën në përta të tishe. As një video nuk e ka të aprik Kimën e Flokut. O mi ftar mos bërti zamër sofoni me pje dhe një shisht jetë të tujet. Jëm të ta spjegu që gjysore. Ludo është fake. Qëtë so, tranquila. Kalma te. O, Miftar, me që është fake, a me ndonë që në këtë mund mund bëhet dhe fitues? Jo, kur njetë. Sa? Presoj shumë që mos me qenë fitus, Ludo. Nëse vazhdo që këtë formati i ri me 5 vota mrena një accountit ose një numrit të telefonit mrena 24 orëve, dyshoj që mundet me dalë dhe fitus. Dyshoj që mundet me dalë fitus, sepse Labi është një prej aty në njerëzve që u konë mrena shpisë Big Brother që ka vërtetu që njerëz të mbështesin, po e mbështesin ata me që i kalon jashtë që kam pare. Ndërsa në momentin që o bloku